që të gjithë përfshim. Është rrëfimi i vetëm të cilën ju dëshironi ta bastardoni me tendenca me investime për ta kriminalizuar. Unë besoj që e vërtet... Kalojmë tek zotri Hajra më pas rikthehemi këtyre temave. Vërtet është edhe sa për këtë çështje së vlerave sublime të kësaj shoqërie, jo vetëm MSK-ja, por të gjitha vlerat në cilat ne kemi besu, e me cilat ne si gjenerata të reja jemi ushqyer, jemi formsu, mendoj që sot anatemohen edhe goditën në forma të ndryshme. Unë mendoj që kjo hierarki e vlerave në Kosovë është rënu. Jo, ajo është pa rënueshme, por ta ka treguar është rënu sepse ka diskurs publik. Më fal, më lejo këtu edhe të lutem mos fol me këtë lloj tonaliteti edhe gjuhe me mua. Që veç po të tregoj kujt po i drejtosh me termin antikombëtar. Mos ma personalizo diskutimin, ne i dim gjitha veprimet e pushtetit, ka shi proceseve atje. Sepse është një temë e mirë për shënime, lexoj krye unë vi me shënime sepse nuk kemi ne të gjithdijshëm. Kemi program politik. Më thuaj cili është programi politik. Çka ke ndryshuar prej 28 vjetorit deri sot? Çka është zotimi yt i ri? Çka do të bësh me ekonominë? Unë fal, a nuk e konsideroni ju sulm ndaj vlerave, a nuk e konsideroni ju sulm ndaj vlerave sublime të kësaj shoqënie faktin që aktivist t'juj të përligjën me kartel të antarësisë, cilët ju i promovoni, dalin publikisht, i konsiderojnë kriminal, personat cilët kanë dhënë gjithçka për këtë shoqëni, familje të cilat kanë dhënë gjithçka për këtë shoqëni. Unë nuk po them që ju personalisht e bëni. Megjithatë, ekziston një diskurs i cili dëshmori, vëlla dëshmori, familjar dëshmori, pjesë luftës e kështu me radhë. Edhe kjo ju jap juve pastaj justifikim. Nuk jep ty të drejtë ta përdorësh të dinjitetshëm për personat. Zotri Hoti, zotri Hajra. Më fal se